Hithra, bima që i ka çuditur të gjithë, ja si ta përdorni. Hithra rekomandohet për trajtimin e disa sëmundjeve dhe është një nga bimët natyrale medicinale më të zakonshme. Hithra që rriten dhe nisin të lulëzojnë nga stina e pranverës dhe deri në vjesht janë shumë të dobishme për shëndetin e përgjithshëm, po ashtu nëse nuk e keni ditur, hithra përdoret edhe për masazh kundër dhimbjeve reumatike. Hithra ndihmon metabolizmin dhe nxit sekretimin e lëngjeve të tretjes. Hithra ndihmon edhe për infeksionet e traktit urinar. Pastron gjakun dhe trupin nga toksinat dhe ndihmon edhe në sëmundjet e veshkave, inflamacionin e fshikës dhe në ulçërën tuaj të stomakut. Por të mirat e hithrës nuk mbarojnë këtu. Hithra gjithashtu ndihmon edhe me problemet e ciklit menstrual, me pagjumsinë dhe sëmundjet e mushkrive.